Analisti Halil Geci ka reaguar pas vizitës së ish-presidentit Hashim Thaçi në QKK, ku u takua me baban e tij të sëmur. Ai ja kujton Thaçit propagandën kriminale dhe politike që sipas tij ndërtoi rreth komunikatës 59, e cila u bë dhe mollë sheri midis dy familjeve të tyre. Përmes një shkrimi në Facebook, Geci i kërkon Thaçit të qëndrojë i qetë dhe të mos mërzitet as pak, duke i thënë se ditët e bukura të hotelit të drejtësisë në Hag do të kalojnë, ndërsa kur të kthehet në liri në Kosovë, e presin surpriza. Komunikata 59. Hijet e së kaluarës dhe drejtësia e pashmangshme. Hashim të kujtohet propaganda kriminale dhe politike që ndërtove rreth komunikatës 59. Dikur thoshe se ajo u lëshua nga stacionet e trenave, por e vërteta doli ndryshe. Ishte dora jote ajo që e shkroi, ndërsa më pas u përpoqet t'ia faturosh Recep Selimit. Rri i qetë dhe mos u mundo as mos u mërzit, sepse ditët e bukura të hotelit të drejtësisë në Hag po kalojnë shpejt. E kur të kthehesh në liri do të presin surprizat atyre që i ke dërguar në xhenet, ka shkruar Geci. Tutje ai ka reaguar edhe nën kryetares së PDK-s Vlora Çitaku, e cila ka shkruar se dielli do të lindë përsëri. Geci thotë se komunikata 59 ka marrë shumë viktime dhe ato nuk i ka tjekur dielli i nxehtë i Kosovës.